komunizmi ka këtë që la dhe mendësin. Mendësia është më e rrezikshme se sa veprimi. Mendësia që ende sot ai vendos kapelen, kur thoshte Dies Pasaj në Koçov, vendos kapelen dhe fiton dhe votën. Pra, mendësia komuniste ose njeriu i ri që u formua votonte dhe nuk ndryshoi kurrë destinacion. Po mundet ti që të votosh 4 herë, 7 herë, ka njerëz që janë më mira në Shqipëri, 90 sot kanë votuar të njëjtin drejtim, se kanë kthyer kurrë. Po cili është votimi? Votimi është i bukur. Që unë parimet e mia mbështes qeverinë, si këtë rast që mbështes zoti Rama, e këshilloj atë, i jap mekanizma apo politika për të bërë një politikë të caktuar. Jeni me Ramën ju? Po bëre fushat për Ramën? Ore, jo, s'bëj fushat për Ramën. Kjo sa duash me pisti, po. E mbështes, po parimi pra, mbështes qeverinë. Se me anë qeverisë mbështes popullin tim, sepse ai ka ndonë për vendimmarrje. Ti themo Ramës që merret çuji në kuq. Po. Atë unë po mbështes Ramën. Po mos sa fishkëllë, po unë po ja them pra, sepse është qeverisje. Dhe në qeverisje unë ndihmoj qeveritarin, ministrin, në mënyrë që ministri marrë mendime drejta për popullin. Ky është mbështetja ime. Por ditën e votimit, detyrimisht unë do votoj opozitë, me të cilën i me Berishën domethënë, apo me Lulin. Vazhdo ti si duar, me opozitë. Me idenë që duhet Por nuk do votoj Ramën, ka gjithë temën, po ta them hapur. Nuk do votosh Ramën. Unë votoj qeverisjen aktuale, votoj opozitë. Në opozitë do zgjedh. Gjithmonë do jeni gjithmonë. Gjithmonë. Dhe të nesmen, e zëm se votova Agron Shell. Ose PD, e zëm se. Po nuk bash. Pse me gjithë një do zgjedh pra nga opozita. Po mbaj mend që të nesmen unë do dal në opozitë me të. Dhe do bëj të njëjtin cikël, do ndihmoj prap atë që është qeverisje për ndihmuar popullin dhe do dal kundra ditën e votimit. Pra, një popull që duhet të ndryshojë votimin, dhe këtë e jep e qeren për Vlora. I tha Bujkut, edhe gjyshi im ka ndodhur. Deputet me kohën e Panolit. Pse më votove ndryshe dhe, që të shofte ai se si ndihesh ai ku votohesh ndryshe atë. Bujku, sa i mëç. Mbreti Pellas, që thonë që mbret shumë i mirë, dhe pyeti popullin, ore ça, jeni shumë i mirë, po e thaj po pse kërkoni më votoni, mos më votoni mua. Po se do votoj një tjetër, tha se mund të jetë më i mirë se ty tha. Ti je shumë i mirë dhe, po ai që vjen mund të jetë më i mirë. Pra, kështu që parimi e bëjnë normat e demokracisë apo të votimit. Më pëlqen se jeni po të njëjtës linjë, po njësoj me ato siç ke thënë edhe në intervistën e fundit që kemi pasur bashkë. Ju qëndroni gjithmonë kësaj. Po. Ju nuk jeni asnjë mbështetës, asnjë lloj partie ose gjë. Fare. Po. Politika ka përfituar nga ju apo Anastasias? Keni përfituar ju nga politika? Shumë mirë, edhe kjo pyetje e parë që më bëhet. Unë politika po mund të ketë përfituar nga mendimet e mia dhe jam krenar që ka përfituar. Po unë si jeni krenar, ju keni kontribuar në shkatrimin e Shqipërisë. Po pra aty që ka përfituar nga mua, pra që ka bërë një gabim më të vogël. Më të madh. Më të vogël pra. Më të madh se ka marrë edhe ka përdorur në formën e vet, si politika gjithmonë. Ka përdorur në formën e vet, po çfarë bëj unë? Kam faj për atë, çfarë përdor ai? Çfarë e drejta i rrugës? Mos i jep, unë do ta jap. Informacioni që po nga ju ai ta keq. Nëse unë i them, mirë, udhë. Jo, vazhdoni. Nëse unë i them ministrit mjedisit. Se tha më falej, fat direkt. E mori shoferin në telefon, më farte se nuk e dëgjova profesorin. Do të thash. Ju i thot ministrit, ju mori shoferin ministrit në telefon dhe tha më fal, ka thënë ministri. Hajde, mret, hajde, kush ishte ky ministri? Kuptoj vet. Ministri i turizmit. I thashë mund të ndërtosh një incinerator tash. Për Shqipërinë, që quhet një, që gjitha mbetet e rrezikshme të Shqipërisë, Saran, Tropoj, blidhen në një qendër, Elbasan ose Tiranë, një tash. Edhe kjo do marrë 10-15% të mbeteve të rrezikshme ose mbeteve që janë pa përpunueshme, landfill apo riciklime.